Kemi një deklaratë të Departamentit Amerikan të Shtetit dhe të zëdhënësit të NATO-s, të cilët kanë thënë se edhe pse duket se vërtet ka vdekur, ne nuk mund ta konfirmojmë zyrtarisht. Duan fillimisht një mendim tuaj në gjithçkaje që ka ndodhur deri tani. Sot duke patur parasysh që edhe informacioni dhe dezinformacioni është pjesë e luftës, kanë filluar që edhe agjencitë e ndryshme të tregojnë të kujdesshme, sidomos strukturat zyrtare, NATO-ja dhe institucione tjera, duke edhe vetë shtetet bashkuar, departamenti i shtetit, apo edhe po ta shohësh shtetet europiane, çarqi diplomatik akoma nuk kanë dalë hapur, domethënë që ka, sepse kjo është gjithmonë ruhet ajo që të konfirmohet. Është shumë normale që duhet të konfirmohet. Megjithatë, informacionet që po vinë dora dorë se shtojnë atë e saksojnë informacionet që vërtet Kadafi është vrarë. Po, tashmë është çuar trupin në një vend të sigurt për arsye sigurie. Pse mendoni se mund të çohet për arsye sigurie në një vend të sigurt? Ne nuk duhet të harrojmë që Kadafi ka qindra mijëra mbështetës. Dhe me puna me Kadafin ka gjasa që shkoi si puna me Bin Ladenin, domethënë që nuk duhet i gjendet vendi se asku prej neshtrat, sepse rrezikon që të kthehet në një vend peligrinazhi për udhëtarët e tij. Vrasja e Kadafit po e quajmë të kryer këtë. Po e marrim mirëqen pak pavarësisht nga ajo, mbyll një kapitull, domethënë të revolucionit libian për të ecur përpara, sepse duket që mosgjetja e tij e kishte vështirësuar goxha, kishte situatën. Aktualisht është konfirmuar se duke pasur parasysh David Cameron, kryeministrin britanik, kemi Alain Juppé, ministrin e jashtëm francez, kemi Ban Ki-moon dhe Barroso. Derisa kanë dalë Ban Ki-moon dhe Barroso. Figura qendrore, pavarësisht se nuk e kanë pohuar hapur, po domethënë duket se kjo tashmë është duke pasur parasysh qendrimet politike ose dhe taktikat politike që përdoren diplomacinë, mendoj se duhet ta kenë konfirmuar derisa kanë dalë. Në fakti që ka rreth një javë dhe ditë që u zhduk pak nga informacioni që është Sirtës, nuk po deportonin dot. Rezistenca atje ishte jashtëzakonisht e madhe. Të lente të dyshoje që atje ka një prijes i cili i mban udhëtarët e vet. Dyshimi ishte për mua, dyshimi ishte o për Kadafin o për Dbit, domethënë njerëz që kishin autoritet mbi atë. Fakti që domethënë vazhdoi dhe u përmbyll kjo situatë tregon që vrasja e këtij lideri, e këtij diktatori, në një farë mënyre do t'i demotivojë mbështetësit e tij që të vazhdojnë përpjekje. Kjo në një farë mënyrë të bëjnë rezistencë, kjo në një farë mënyrë është një ndihmë e madhe për revolucionin libian, është një ndihmë e madhe edhe për qeverinë libiane, sepse tashmë ajo do ketë mundësi që të fillojë ta shtrihë autoritetin në gjithë territorin e Libisë, pavarësisht pastaj problemet që do ta shoqërojnë këtë, do jenë probleme të mëdha, probleme që i kanë kaluar të tjerët, besoj se edhe Libia do t'i kalojë. Në fakt, fati i diktatorëve në kohët e fundit ka qenë gjithmonë vrasja e tyre, gjithmonë me luftra dhe vrasja e tyre. Në fakt, vrasja e Saddam Huseinit u bë publike më shpejt, do ta quaja, po them, edhe lajmi për vrasjen e kreut të Al-Qaedës u bën më shpejt publike, ndërsa kjo ju desh gjithë dita. Pra për lajmin e sotëm për Gaddafi ju desh gjithë dita. Mos ka pasur në një duket u desh. Po edhe vetë evolimi i lajmet, u kapi gjallë, u gjeti vdekur, u plagos e tjerë. Në interesin e popullit libian ishte që ai mos ishte i gjallë, sepse edhe kalimi në një proces gjyqësor e tjerë kishte probleme. Do kishte probleme, pavarësisht se me situata ndryshon në Irakun, në Irak kishte me qindra mijëra trupa të amerikane. Kurse këtu nuk ke trupa. Këtu NATO sulmon nga lart dhe forcat libiane vazhdojnë korrin sukseset e bombardimeve, vazhdojnë ato aktivitetet e tyre. Si është pastrimet e fundit. Në një farë mënyrë, domethënë një Kadafi i eliminuar, nuk po e themi i neutralizuar, po e quajmë tash, tashmë jep mundësi që të kalohet në një fazë tjetër, domethënë për Atëherë faza tjetër, për hir të së vërtetës është tregohet dhe kemi parë edhe në ngjarjet e viteve të fundit, është shumë e vështirë faza tjetër. Pra arrihet ndërhyrja, arrihet rrëzimi i regjimit, rivendosja e një sistemi të ri qeverisës. Koha do të tregoj, po vështirësitë janë të mëdha. Ne nëse do të përdorim disa pika krahasimi me dy shtete tjera që pak a shumë kaluan afërsisht këtë situatë, me Afganistanin dhe me Irakun.
në këto vende u vendosën u qiruan nga NATO me trupa toksore përveç sulmeve aerore dhe imagjinoni Iraku mund të jetë stabilizuar pak, po Afganistani nuk është as pak i stabilizuar dhe ka goxha probleme. Megjithëse pushteti ka 10 vjet në mos gaboj. Po 10 vjet, megjithatë forcat e sigurisë afgane do ta marrin avash situatën në dorë, por ka goxha probleme dhe po të kemi parasysh që në fillim ata talibanët që u përndoqën dhe u larguan tashmë janë ftuar edhe për bisedime, domthonë imagjino se si erdhi koha, u rivlerësuan si forca, ju kërkua bashkëpunimi etj etj. Unë shpresoj që kështu mos ndodhi në Libi, po do ketë shumë probleme. Libia ka një problem politik për mua, mënyra e qeverisjes, sepse populli libian ka luftuar për demokraci, por ka raporte shtypi që krahu konservator në Libi po forcohet, krahu fundamentalist. Unë do t'ju kujtoj vetëm këtë që komandant i qërimit të vetë Tripolit është një nga personat që është akuzuar edhe nga CIA amerikane si lidhe Al-Qaedës. Ai sot është komandant i forcave të Tripolit dhe ka gjasa të jetë një figurë shumë qendrore. Ke parasysh në situata post lufte të tëra këto kthehen në parti politike, fillojnë të konkurrojnë zgjedhje, edhe bën pjesë e lojës për pushtet. Po, bën dhe qoftë edhe drejtues. Po, edhe drejtues. Kjo do jetë një fatkeqësi pastaj, nëse Libia do të anojë nga ky krah, do jetë një fatkeqësi. Gjë që do të jetë një shqetësim i madh për perëndimin. Ky është problemi politik në mënyrë qeverisë. Populli libian nuk luftoi për ta zëvendësuar një diktaturë me një regjim fundamentalist siç është apo për të vendosur sheriatin, ligjin e shenjtë. Kjo është e para. E dyta është çështja e sigurisë atje. Me këto armë që janë përhapur në Libi do të jetë një problem jashtëzakonisht i madh, do të jetë shumë e vështirë, domethënë vendosja e sigurisë. Por jo e pamundur. Vetë Ban Ki-mooni ka Organizata e Kombëve Bashkuara ka ofruar mbështetje, ka ofruar asistencë për këtë. Do krijohen forcat nga para, do krijohet ushtria nga para, do krijohet policia nga para, pavarësisht kanë evoluar, por problemet do të jenë shumë të vështira. Nëse vazhdon mbështetja perëndimore, populli libian mund ta tejkalojë, por nëse do ketë edhe përkraja e perëndimit do jetë diferencuar, do ketë probleme. Kjo është një nga pyetjet e mia. Qëndrimi i perëndimit përballë Libisë. Si e gjykoni ju qëndrimi që në momentin edhe ezitimin si fillim për ndërhyrje, ezitimin për ndihmë në momentet e para, më pas kërkesa, disa pranonin, disa nuk pranonin, pra këto ngërçe të zgjatura, ndërkohë që atje vazhdoi dhe kishin filluar, pra revolucioni kishte filluar. Ke parasysh se vetë Kadafi evoloi nga një kënd në kënd tjetër. Kadafi ndaj akuzuar për terrorizëm u bë një bashkëbisedues i perëndimit. Do ta pranojmë këtë. Ai pranoi rrëzimin e avionit Panam, dëmshërbleu me nga $10 milion çdo viktim, dhe me pas u prit nga Berlusconi, nga ky, nga ai, po ti shohë gjithë liderët botror ke takime, domthonë gjërat erdhën që Kadafi mendoi që tashmë i ka pozitat e forcuar, por Kadafi harroi një gjë që sado nëse ti nuk e ke mirë me popullin tënd, më e mirë me këtë duash, në kuptimin politik, je destinuar të ashtu. Ka një problem tjetër shumë të madh që gjykojnë raportet e perëndimit me Libin dhe raportet e perëndimit me vendet diktatoriale, me shtetet diktatoriale. Nëse deri dje perëndimi mendon të kështu, që të kemë aleat rëndësishme që të ruhet siguria rajonale apo siguria brenda të shtetit, unë do kem aleat Kadafin, ky le të vendosi diktaturë, le të bëj çfarë doj, është sa për mua ka rëndësi që unë kam një partner që ditë më e rregullit. Po ai brenda vetes vet. Por koha tregoi që pikërisht ai lloj regjimi frymëzonte terrorizmin, ai lloj regjimi frymëzonte Al-Qaedën që të nxiste kundër atij regjimi etj. Në mënyrë të veçantë po ta shohësh strategjinë edhe në kohën e Bushit, po edhe post Bushit pak u kuptua që nuk do të bërë aleanca më me diktatorë, aleanca do të jetë me popullin, me demokracinë. Nëse nuk ka demokraci, do ketë gjithmonë probleme. Këto mundësi ju dhanë edhe Kadafi, ndryshe koncepti për aleancat. Dhe ç'bërë kjo siguroi një fitore shumë. Kjo çarmatosi Al-Qaedën. Nëse Al-Qaeda kishte, domethënë, kishte shumë përkrahas, tashmë u sigurua që edhe arabët, edhe popujt musliman janë kërkojnë demokraci si gjithë popujt e botës. Dhe pikërisht kjo lëvizje e çarmatosi Al-Qaedën në kuptimin e la pa mbështetës potencial, po e themi. Po, sigurisht. Unë do doja të ndalesha në një moment tjetër. Perëndimi ndërhyri ndihmoi. Tashmë ju si e mendoni dhe si e gjykoni, a do të vazhdoj të ndihmoj perëndimi në Libi, sepse kemi ndryshe, pra revolucioni u zhvillua nga brenda. Perëndimi ndërhyri nga lart, po themi. Ka një problem. Nëse perëndimi nuk do hyn, perëndimi i ka vënë minat vetes.
Kjo që po them unë është me të vërtetë, nëse Perëndimi nuk do ndërhyj për të vendosur demokraci tamam në Libi dhe për të vendosur rend dhe siguri, të tëra ato armë që kanë rënë në duart atje. Ne pushini në mos gaboj 12.7 nuk diskutohet llojet e armë, ato armë nesër i kanë në Europë, i kanë në Amerikë, armë luftarake që do binë në duart të grupeve terroriste etj. Nëse Perëndimi do të jetë interesuar, çdo përpjekje e Perëndimit për stabilizuar sigurinë në Libi është përpjekje për të stabilizuar sigurinë në Europë, në Amerikë, kudo. Flasim pak për tash të quajtur pra pranvera arabe. Tashmë nuk ishte vetëm Libia, ka disa vatra të ndryshme, protesta të cilat janë të ngacmuara dhe gjithë bota arabe po themi është e trazuar. Vazhdon të jetë ende e trazuar. Si gjykoni? Pse tani? Një diçka që Perëndimi i dha një goditje dhe e bëri shembull Kadafin, që është diçka shumë e mirë, sepse Kadafi në një farë mënyrë ngriu pranverën arabe. Ato lëvizje paqësore që u bën, aq sa u bën, se kur bëhet revolucioni ka dhe viktima, siç u bën për shembull në Egjipt, siç u bën në Tunizi, por siç filloi edhe në Libi, por Kadafi e përgjaku revolucionin e në një farë mënyrë e ngriu pranverën arabe, sepse ju dha shembull edhe diktatorëve tjerë, edhe Siris, edhe Iranit, edhe tjerëve, që mund të reagoni zinxhiri i pritshëm për mua i revolucioneve arabe, që shikoj se edhe mund të rezistohesh, mund të jesh edhe përballë botës. Ky fakt që ai u neutralizua, unë them që tash mund të ketë një shkrirje prapë te pranverës arabe dhe ajo ky është një mësim edhe për Sirinë dhe për diktatorët e tjerë në botën arabe. Në një farë mënyrë revolucioni arab do të vazhdojë. Do të vazhdojë dhe kjo që u bë me Kadafin është paralajmërim i madh edhe për personalitetet e tjera diktatoriale në botën arabe. Qartë, por lind pyetja gjithmonë dhe kushdo një pyetje në thonjza naive është ç'pun ka Perëndimi në botën arabe. Shiko, bota arabe duke se është larg nga Perëndimi nga Europa, po bota është bërë shumë e vogël. Me këtë globalizëm, me këtë zhvillim teknologjik, me gjithçka, bota është sot shumë e vogël dhe Perëndimi nuk do të presi që ta parandaloj situatën që i kanoset kur të vinë në Europë apo kur të vinë në Amerikë. Ka bën politika prevenuese, edhe do ta pranojësh atje. Duhet ai popull të fitojë demokracinë atje ku është. Dhe më pas nuk edhe duke kaluar në rrugën e demokracisë, thash i çamatos edhe organizatat terroriste nga mundësia për të rekrutuar njerëz të cilët e kishin një sebeb për të luftuar edhe kundër Perëndimit. Sepse me drejt, po ti shohësh në literaturën e këtyre organizatave terroriste, shumë nga këta godasim Europën, godasim Amerikën ose objektet e tyre, po i quajmë, sepse këta mbështesin X lider. Padrejtisht, me të vërtetë çka qenë. Pra, në mënyrë merrej si një burim frymëzimi. Tashmë këto burime po shterojnë. Perëndimi kuptoi në fund që Perëndimi kuptoi që aleanca i duhet me popujt arab, jo me diktatorët. Këtu ndërthuan, pastaj nëse do i kalojmë në aspektin gjeoekonomik etj, ndërthuan edhe me interesa nafte, me interesa të tjera, ke parasysh dy shtetet kryesore që ishin më të avancuar në këtë drejtim ishin Italia, Anglia, Franca, tre shtetet, sidomos Anglia dhe Franca. Por mos ndërhynte Amerika, të ishi sigurt që Kadafi rronte edhe derisa të kishte jetë vet. Në fakt, sepse edhe sulmi i NATO-s, domethënë nuk e di e ke apo s'ke këtë informacion, bombat që kishin vendet evropiane mjaftonin vetëm për një javë bombardim në Libi. Po mos ishin nuk e kisha. Po mos ishte arsenali amerikan. Atëherë, kjo ishte një nga pyetjet e mia dhe pyetja ime konsistonte pikërisht tek fakti. Vetë gjithë globi faktikisht, po kryesisht Perëndimi dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës më herët dhe më pas edhe Europa sigurisht janë pushtuar nga kriza. Flasim për një krizë ekonomike, janë në moment krize ekonomike. Dhe ndërkohë arsenalet të tëra që ndihmojnë një popull për demokraci. Kjo është dihet që ka një kosto të llaftarshme ekonomike, domethënë një faturë ekonomike. Kjo krizë ekonomike nuk është asgjë nëse të kap ajo kriza tjetër, ajo destabilizimi. Kjo është pyetja, a mund të marrë Perëndimi mbrapsht?
Në një formë apo në një Po tjetër? në një formë tjetër do t'i marrë, ne jemi ndjeni që edhe qeveria përkohshme libiane, kontratat që kanë nënshkruar me shoqëritë ndryshme franceze, italiane e tjera, absolutisht që nuk diskutohet, askush nuk hedh përveç idealeve demokratike janë të natyrshme, shoqërohen ato, por bile një nga politikat, një nga ato propaganda Kadafit, këtë përpiqej domethënë të hiqte mbështetësit, të propagandonte. Ja, ata duan naftën tonë, ata duan që e vërteta